Dhe çfarë do të ndodhë është një luftë e gjatë do të ndodhë aty, ku do të përfshihen edhe vendet e tjera të Arabisë dhe së fundmi pasi Irani si shtet do të kollapsoj dhe do të kthehet shumë vite prapa, Amerikanët në komsëri do ta humbin luftën në Iran dhe pasi që të tipit të Afganistanit. Dhe pasi që ta humbin atë luftë, në tërheqje do të lojnë mbrapa, do të thotë mjete ushtarake të sofistikume në masë të madhe, ku aty do të futet Izraeli dhe të marrë kontrollin e këtyre mjeteve ushtarake. Dhe sipas kësaj do të jap kapacitet shtesë Izraelit që të mbyshëdoj regionin e saj dhe të përfitoj nga kaosi ndërkombëtar. Dhe kjo nëse është e planifikuar apo e sinkronizuar, nuk mund ta faktojmë një gjë të tillë sepse interesat janë të faktuar dhe shihet se amerikanët do të thotë Iranin do ta sulmojnë jo vetëm pse Izraeli e do atë, po gjithashtu pse Irani do të thotë mbi 70% të energjisë ka shkëmbim tregtar do të thotë me Kinën, ashtu sikurse edhe Venezuela. Do të thotë to interesa përputhen dhe dikush do të përfitojë më shumë, dikush më pak, si duket Izraeli do të krijon hartën, do të shkon drejt atyre hapave dhe po ka nuhatje të lëvizjeve ndërkombëtare, do të thotë të qartë, që të shkojë dhe të krijojë atë hartën që shohim të Izraelit të madh, në fakt ku e shohim atë në çdo amblem të ushtarit IDF në krahun e tyre. Por këtu ajo që e pëson është Turqia. Tani Turqia këto që përderisa folëm ne është sistem ndërkombëtar dhe Turqia me gjasa do të ketë të kurrje, por jo që do të ketë për çka thashun që do të ketë ndikim direkt në shtetin e Turqisë. Megjithatë gjasa Turqia do të thotë nëse ndërhyn në Iran mund të ketë konsekwencat e saj dhe pastaj nga lufta do të Iranit ku nuk do të jetë gjithsesi e përfshirë 100% në Izraeli, më së forti nga kjo luftë do të dalë vetë Izraeli, edhe si forcë ushtarake pas përfundimit të luftës. Është më rëndësi se në ligjin e luftës kush del fitues pasi që atë ndalohet dhe fituesi përcakton rregullat e lojës. Kjo është ligji i luftës. Dhe sa i përket këto dëmtimeve internale të shtetit, sidomos në shtetet e Evropës, përplasjeve të civilëve, do të thotë është po ashtu rol të rëndësishëm ndikimi i nacionalizmit i cili është në rritje të shumtë, që po ashtu e shohim dhe kemi prezent edhe në shtetin e Republikës së Kosovës. Dhe këtë nëse keni interes ta shpjegoj vetëm të lutem përpara se të vim në Ballkan, në Kosovë, sigurisht në rajonin ton, Grenlanda është hapi i parë dhe i madhi i shpërbërjes së NATO-s. Trumpi tha që Amerika e amun, NATO e amun, është Amerika. Kështu që nëse ai pushton Grenlandën, mund të themi që NATO ka rënë përfundimisht. Tani kjo loja tërhiq dhe mos kaput është sepse gjithmonë ka shumë vite, do të thonë më shumë 10 vite, më shumë, që vjet pikpyetja se sa duhet të jetë Amerika dhe Evropa afër njëra tjetrës, edhe pse vlerat sistemit, demokracia dhe vlerat e jetesës i kanë shumë të përafërta. Për shkak se një përafrim i madh mes Evropës dhe Amerikës, do të thotë rezulton me një parafrim të madh të Rusisë me Kinën. Dhe këtu bëhet, domethënë, mbase hapësinë luhet loja në sistem ndërkombëtar. Se ato të shkatërrohet të NATO, unë nuk mendoj që ajo do të ndodhë, do të ketë ndryshim të formatit të NATO-s. Sa i përket Grenlandës, ne kemi folë domethënë shumë herë në emisionin tuaj për Grenlandën, ka kohë e mbaj mend, dhe kam thënë se nuk është problem Tajvani, për shembull, por nëse është problem në sistem ndërkombëtar është Kina dhe do të jetë lokacioni i Grenlandës e ardhmja e këtyre 3 superfuqive të cilat do të determinojnë lojën në
në geopolitik me Greenlandën dhe sipas të gjitha rrethonave dhe ashtu si sa njoh unë do të thotë aktivitetin në Shtetet Amerikan në politikat e jashtme, Greenlanda në njënën formë apo tjetrën do t'i takoj do të thotë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse ka një plan strategjik tani të bazuar në gjendjen faktike reale me politika të djatha ku fituese e kësaj gare në sistemin ndërkombëtar me kalkulime të sakta don Amerika me do mos të dalë para dhe nuk ka asnjë alternativë të jetë do të thotë liberal me shtetet të cilat i ka në kompetitim në sistemin ndërkombëtar. Dhe unë ashtu edhe Trump tani ka deklaruar edhe vetë se në një formë apo tjetrën sepse nuk mund të toleroj që ajo pjesë të sundohet nga kinezët apo rusët. Pra, me pak fjalë në zërë sigur jemi në luftën e tretë botërore dhe në rendin e ri botëror, por nuk e di, ju ka bërë përshtypje një deklarate një politikani austriak, ja harrova emrin për momentin, që tha që nëse SBA merr Groenlandën, ne duhet të sekuestrojmë nuk e di 800 baza ushtarake, sa ka Amerika në Europë, që janë më shumë të janë në mos gaboj, ju e dini më mirë, por në Aviano, në Itali. Pra, mendoni që se i vetmi që po i përgjigjet tani dhe për dhëm, aty për aty është Macroni, pra pozitën e Europës. Po, Evropa dhe liderët e Evropës karshi amerikanëve janë shumë pafuqishëm kur vjen në pyetje se të do thotë ti bëjnë ballë. Unë besoj që evropianët kanë do thotë probleme në hapën me Rusinë dhe shohin si për mundësi humbje këtë luftë dhe tani në mënyrë në format do të thotë pas shpjegume kërkojnë ndihmë nga Amerika tani në mënyrën edhe më të dëshpëruar me çështje të tilla se çire përmendet. Austria do të thotë është prej shteteve të Evropës që ka qenë ushtarakisht neutral edhe sa i përket aspektit të luftës në Ukrainë.